ku dallon partia juaj nga partia e Shpëtimit Idrisit? Edhe ai ka tipare patriotike. Bile flet shumë për çështjen çame, për çështjen kombëtare. Ne kemi një nga çështjet. 2-3 muaj para zgjedhjeve, 1 minutë më zonjë. Po. 1 minutë. Po. Se kështu ti s'to marrësh as votat e tua. Po, vazhdo. Po. Në këtë mënyrë që del këtu te une. Po, më fal. Dorezat që ve. Po. Asnjë votë s'merr. Po. Dhe më fol tani për partinë e Idrisit. Po mirë. Si të dallojon ty nga Idrisi? Ja unë do vete tani të votoj për një parti, falë më një minutë, për çështjen kombëtare. Po. Si të dalloj unë Elena Kocaqin nga Shpëtimi Idrisi? Atëherë një e para. Ose jap lapajt votën. Partia e Një nga këta dy dhe s'ta jap ty. Po mirë, s'ka gjë mos më jap. Jo, po them. Kur them unë po të flas për kërkosh votën për publikun, jo për mua. Partia e Zotit Idrisi mbron vetëm një çështje, ndërsa ne mbrojmë gjithë çështjet kombëtare, pra nuk e vetëm çamët. Unë i kam mbrojtur çamët edhe pse s'jam çama, dhe e kam mbrojtur në mënyrë konstante. Dhe një nga komunitet, një nga pjesë të Shqipërisë, nëse do ta themi që mua më mbështet, jam pikërisht edhe pjesa e çamërisë të çamëve. E para, e dyta, ne mbrojmë interesin, për shembull, ne në program kemi një bashkim federativ me Kosovën. Pra që do të thotë që ne shikojmë edhe atë pjesë të Shqipërisë. Dhe kjo na bën ndryshim ne me ata, se nuk e kanë programa, jo ata, po asnjë parti këtë gjë. E dyta, ne qëndrojmë fort këtu. Nuk kemi ne që të bëjmë aleanca me parti të cilat janë në kundërshtim me ne. Dakord? Unë s'mund bëj aleancë me Belerin dhe me Dulen. Dakord? Sepse vota e çamëve nxjerr Dulen dhe Belerin, dakord? Ndërsa unë nuk mund të marr votën, ti them atit më merr votën ti ma jep mua dhe nga ana tjetër vota që ai të më japi mua nxjerrë deputeti këtë tjetër. Prandaj duhet shumë kujdes në këto gjëra. Ka disa parime që shkojnë përtej të dalur i deputet. Për mendimin tim. Dakord? Dulja dhe Beleri janë bashkë këti. Po bashkë janë. Në koalicion? Falë, Dulja dhe janë bashkë. Pa janë një koalicion. Po jo pra, momenti që ti jeni një koalicion, vota e koalicionit, vota e koalicionit, dhe Dulja, ti si e kupton këtë gjetëni? Pra, vota e koalicionit shkon brenda koalicionit, unë nuk do ta bëja për. Nuk e bëja dot. Edhe kjo është një nga arsyet që unë nuk e bëj dot. Sepse unë kam ca parimet mia, të cilat duhet i mbroj deri në fund dhe nuk më intereson mua, nuk jam Machiavelli, nuk është për mua qëllimi justifikon mjetin. Pra, për t'u bërë deputet, unë duhet më u bë me këdo. Jo. Idrisi nësë për Dulen, është vetëm. Bashkua me Nismën dhe Shumë mirë. Dorën. Shumë mirë. Mund të bashkëmojë edhe me Juve dhe absolutisht pas zgjedhjeve nuk dihet se si vjen historia, po që e kanë fjalën. Para bëshin më të fortë, mbrapa zgjedhje. Dakor, s'ka gjë, nuk është një gjë e jashtëzakonshme. Ashtu është edhe Qorri, ashtu është edhe Partia Mundësia Agronshea e vetëm, por të gjitha partitë vetëm pothuajse. Kështu nuk është se kanë një mua më lini një pyetje se dëgjova pak. Unë mendoj se partitë e reja do marrin vota. Po, më thuaj. Sa që ne do luftojmë korrupsionin, që është çështje kryesore. Si do luftoni korrupsionin, që është dhe kur flisë me korrupsionin keni spakun parasysh, apo keni në një reform tjetër drejtësia, keni rolin e qeverisë? Tashi, instrumentet që luftojnë korrupsionin është drejtësia, pa tjetër. Se nuk ke me qata luftosh, do më thënë, ketë pa mundur, është e vetë me a gjë që ta në një sistem shtetëror, drejtësia është ajo që matë, do me thënë që arin të japi drejtësie dhe të eliminoj gjithë faktorët negativ që ndikojnë në një shoqëri, të shëndosh, mbi të gjitha. Korrupsioni është një faktor që është, do me thënë, po rrjep shoqërinë shqiptare, do me thënë e ka masakruar, ndihet kudo dhe unë mendoj që nëse do të arrim që të japim kontributin ton në parlament, edhe me reforma sigurisht, sepse nuk është se u bën një reformë, nuk do të thotë që s'ka reforma të tjera. Unë e shikoj që investimi i ke drejtësia për mendimin tim do akoma një investim tjetër. Nuk është i mjaftueshëm vetëm kaq. Për mendimin tim, për mua drejtësia dhe gjyqësori është ende i brisht. Ka mënyra se si duhet investim tjetër. Po pra, atje ku punon ti ka korrupsion? Në çdo vend ka korrupsion. Atje ku punon ti ka korrupsion? Patjetër. Mund të ketë. Atje si lufton ti? Që do luftosh për unë aty nuk jam në autoritetin edhe në drejtësisë. Unë edhe nëse shikoj diçka, unë jam, do me thënë, pasa ai korrupsion për mendimin tim është korrupsion nga e keqja, sepse shqiptarët nuk kanë të ushqehen, do me thënë e dim gjithë ato 2.000 lekshat, 1.000 lekshat, ai nuk është korrupsion i mirëfillt, ai vjen nga që njerëzit janë skamje. Rrogat janë fare të vogla, ai do të nxjerrë bukën për të ngrënë. Pyetja kam unë është për taksat për shkak. Ç'mendoni ju për sistemin e taksave? Doktori thotë t'i ulim shumë taksat. Atëherë, dikur Lindi tha duhet ngritur
taksa. Si jam dakord as me Ju Arlindin, si mendoni as me doktorin. taksave? As me Arlindin, as me doktorin nuk jam dakord, sepse ngritja e taksave sigurisht që bën efekt të kundërt të shoqërisë, se njerëzit mundohen ta fshehin. Ulja e taksave dhe nga ana tjetër thua që unë do ngre pensionet, s'ka kuptim se ku do të gjesh lekët të ngresh pensionet. Unë mendoj se taksat që ne kemi nuk është se janë as të larta as të ulta, por ka vetëm një problem. Ka drejtësi. Nuk ka drejtësi në shpërndarjen e barrës tatimore në Shqipëri. Pra, një profesor, unë nëse bëj një orë mësimi, unë tatohem 4 herë sot. Tatohem si profesore, si pedagoge, si avokate, si sekretare partije, pra unë paguaj 4 herë, 5 herë sigurime shëndetësore, dakord? Edhe Ndodh me shëndetësore. gjithë taksat e fshetë. Edhe suplementare tjere tjere. Ndodh vetëm me- Tani, çfarë ndodh i nderuar? Ne nuk kemi për ngritjen e, si ne jemi për ngritjen e taksave. Ne jemi për shpërndarjen e barrës tatimore. Kjo do të thotë, unë si pedagoge mos paguaj 23% për orën e mësimit më tepër, dhe ti si biznesmen i fuqishëm të paguash 8% për dividendin. Ai që është në një hotel luksoz, mos paguaj të vëshën 6%, dhe ti si pensionist për bukën paguash të vëshën 20%. Pra ne duam shpërndarje më të drejtë barrës tatimore. Nuk kemi as për njërin as për tjetrën, dhe të mbledhim tatim taksat sepse thuhet që 50% thuhet, nuk mblidhen. Pra evazioni fiskal për mua nuk është 50%, për mua është 100%, pra në qoftë se buxheti ju në vjet ka qenë afërsisht 6 miliardë, si vjet thuhet do vej 8, për mua është mbi 10-12 miliardë që është duhet ishte, pra që është evazioni. Dhe në këtë rast, ti po mlodhe Pra, ju taksat, jeni do çosh edhe lekët e pensionistët, se po si mlodhe ku do t'i çosh. Tani ju jeni dakord me dramën për taksat si që ka? Ne jemi dakord vetëm, ne duam të bëjmë për mendimin tim më efikase është taksa e sheshtë. Pra në qoftë se ti vendos statistikë. Doktor, Jo për ulje. Ai thot ta ulim, në qoftë se ti ke për shembull kjo për mua është elektorale më tepër. Nuk ka Për shesh, tekst- pastaj. Jo, një sekond. Taksa e sheshtë për kategori për shembull të rrogtarëve, për mendimin tim është shumë efikase. Dakord? Edhe për rrogtarët. Nëse ti e vë 10 apo 50% është më e lehtë për t'u mbledhur dhe për t'u kalkuluar, dakord? Edhe nuk bëjnë edhe, por nëse ti pasandaj fillon kjo është 10, kjo 15, kjo 23, kjo 25, aty pastaj fillojnë të gjithë bizneset e mëdha deklarohen bizneset vogla dhe të mesme, fillojnë bëjnë evazion fiskal e tjerë. Dhe e di kush problemi që e kena vrejt ne? Problemi është se biznesi paguan dhe mban buxhetin e shtetit vetëm 5%. 95% e buxhetit të shtetit Shqipëri mbahet pikërisht nga konsumi, nga rrogtarët dhe nga njerëzit që janë shtresa në nevojë. Dhe në raport me vendet e tjera, TVSH-ja tek ne është askund me atë që mban bota. Tatim fitimi i biznesit është askund me atë që mban bota. Elena, tani jo këtë. Po. Tani unë kam një pyetje që do t'jo bëj të gjithë të ftuarve që do vinë këtu për punë të programeve të elektorale që kanë edhe për zgjedhjet. Tani, njeri moment është më i miri që ju fituat. Edhe po shkohet në parlament, bashkë me Artanin, edhe po t'ju mbledhës tani për Tiranën, 37 ka këtu, po dalin 370, po të menit gjithë ju.